Kush ta zbukuron jetën, ditën? Ditën ma zbukuron familja. Fati këtu të gjithë nuk i kom pos shefin me lanë djallin me dal jashtë. Arsyeja se kom pos shef me zhvillu familja këtu. Prirja jam u kanë bobës punoni këtu, se ka fitim edhe këtu, nëse din me punu edhe me shfrytzu parar. Besa, djemt i kam sukur vllazni, sukur shok, e njerëz, apo kupton mirë, po i ka dalë fëmija pe ore, në shumicën e razëve njerëz e pe dalin. Kolegët mi që kanë shku pej firmës unë ku punoj jashtë, sot janë zhgënjyn. Me qatë pogë, sa ai kolegu jam ka shku shumë frek, edhe 3 muaj domethënë që ka shkuar, e ka po që me atë pogë nuk mundesh me mbjetu edhe atje si këtu. A e lodh si? Jo, mirë, faleminderit, ju seni. Mirë, faleminderit vëlla. Si jemi disponë? Mirë shumë. Kush ta zbukuron jetën, ditën? Ditën ma zbukuron familja. Familja, është mbi të gjitha. A mendon që paraja ka rol të rëndësishëm në jetë? Ta lumëtoron jetën apo vetëm të zgjidh problemet? Po ndëgja, jetën problemet të zgjidh, ama paraja nuk ka gjithmonë gjithçka. Apo kupton, normal pa para ti s'mundesh dhe me jetu, mirë po realiteti është që mbas pori është shëndeti, mbas shëndetit tani vjen edhe paraja, gjitha sana. Familja është rani numër 1. Ja dhe shneta. Po, dhe shneta. A ke qenë herë në Gurbet, tregon? Në Gurbet jo, nuk kam qenë asnjëherë. Asnjëherë. E pse nuk e shku Gurbet? Po nuk kam shku se i kam edhe 3 djem, edhe nuk jam konë i prirë për Gurbet asnjëherë. Kam pos punë, kam punuar edhe këtu. Janë të këto aja? Fati këtu të gjithë nuk i kom pos shefin me lanë djallin me dal jashtë. Arsyeja se kom pos shef me zhvillu familja këtu, me nipa, me mbesa, me reja, ma shkon me boni jetë afër djemve të me, apo kupton? Mica që po shkojnë jashtë, sidomos ta të rinjt po shkojnë për një jetesë më të mirë, për një punë më të mirë, një pagë më të mirë se s'po e gjejnë këto. Dëgjoj, unë kam edhe shokë që janë jashtë. Sonë punoj me kamiona. Jam vëzec i kamiona. Shkort i kam edhe 12, po edhe punoj me një firmë. Mirë po, kolegët mi që kanë shku pej firmës unë ku punoj jashtë, sot janë zhgënjyn. Arsyeja është se çdo herë kur të shkon dikush jashtë thotë që është shumë mirë atje, por kur shkon ta provon vetë. E sheh me qatë pogë, sa ai kolegu jam ka shku shumë frek, edhe 3 muaj domethënë që ka shkuar, e ka po që me atë pogë nuk mundesh me mbjetu edhe atje si këtu. Ty të pas ka edhe mundësia me shku për mas punës, po s'ke mundësi me shku, po nuk shkoj, edhe sot shkoj, edhe 3 djem të 3 i kam të punësuar këtu, i kom martu 3, kanë fati. Me shku, për njerë, unë nuk jam që e nali kështu, apo kupton. Mirë po gjithmonë prirja jam u kanë bobës punoni këtu, se ka fitim edhe këtu, nëse din me punu edhe me shfrytzu parar. Apo kupton. E sa është e vështirë puna për juve, si shofar? Normal, puna është e vështirë, çdo punë që punon është e vështirë. Apo kupton. Mirë po kur e ki vullnetin, mos mori familjen shëndetshëm, edhe në rrugë të mirë të Zotit me një fjalë, edhe puna, normal Zoti e ka lënë du me punu. Cili është ai rasti më i çuditshëm që ka ndodhur? Më i çuditshëm? Po ka raste ndryshme të çuditshme. Për shembull, Tunalja. Tek gzimi, po të kallëzoj, rasti tek gzimi e kom pas kur i kom fëmijën kur kanë lind, djem, i kom 3 djem, i kam falenderoj Zotin sigur ylla dritës. Edhe punojnë edhe shkojnë në vit bobës vetë, ka shku boba. Fjala jote, kjo ka me vend kështë, po unë dëgjoj ka shumë. Për njerë e kim besa, djemt i kam sukur vllazni, sukur shok, jo që jam prindi tyne. A janë trolla këtë raste? Po janë trolla, se unë i kam edhe e njerëz, apo kupton mirë, po i ka dalë fëmija pe ore, në shumicën e razëve njerëz e pe dalin. E nali kështu, apo kupton mirë, po gjithmonë prirja jam u kanë bobës punoni këtu, se ka fitim edhe këtu, nëse din me punu edhe me shfrytzu parar. Apo kupton. E sa është e vështirë puna për juve, si shofar? Normal, puna është e vështirë, çdo punë që punon është e vështirë. Apo kupton mirë, po kur e ki vullnetin, mos mori familjen shëndetshëm, edhe në rrugë të mirë të Zotit me një fjalë, edhe puna, normal Zoti e ka lënë du me punu. Cili është ai rasti më i çuditshëm që ka ndodhur? Më i çuditshëm? Po ka raste ndryshme të çuditshme. Për shembull, Tunalja. tek gzimi, po të kallëzoj, rasti tek gzimi e kom pas kur i kom fëmijën kur kanë lind, djem, i kom 3 djem, i kam falenderoj Zotin sigur ylla dritës. Edhe punojnë edhe shkojnë në vit bobës vetë, ka shku boba. Fjala jote, kjo ka me vend kështë,
Po unë dëgjoj ka shumë. Për njerë e kim beso, djemt i kam sukur vllazni, sukur shok, jo që jam prendi tyne. A janë trolla këtë raste? Po janë trolla, se unë i kam edhe e një njerëz, apo kupton, mirë po i ka dalë fëmija pe i dore, në shumicën e rozëve njerëz e pe i dalin. Mirë po, prioriteti numër 1 është familja, prindi është që e uzën djalin, e uzën vajzën, e uzën nipin, mesën, në qofë se ata e ndëgjojnë, apo kupton. Po në qofë se nuk e ndëgjojnë, atëherë s'ki dhe me zënë nuk bënë të kërgjan. A je si prindit që për shembull i thu fëmijëve punoni parë me prute baba? Ja, jo. One ti tregoj që me komandu. A është e drejtë kjo? Jo, për ne nuk është ashtu. Qërë, sot është koha i ka ardha si suji, që çdo prind ka që me po djalin në rrugë të Zotit të mirë. Edhe tashti edhe pagun kur e merr djali, normal më japin edhe pagun më japin një pjesë të pagës unë e marr tyne, më japin, mirë po pjesën tjetër se ata kanë familje, kanë gru, kanë fëmijë, edhe ata jetojnë, dalin për ne. Çdo javë dalin me familjet vetë shëtiten. Nuk je pajtimit për ata baballar që i çojnë film me punu e pagën mbi mamu. Jo, asnjëherë se jem tu bon jetë si unë si djali, si duhet me posh shpenzime, edhe ai ka shpenzime, edhe ai ka shok, edhe ai ka mek, edhe ai ka familje, edhe ati duan shpenzime me bon normal, siguron kur ju ka dikur i ri. Cila është pyetje për fond, cila është vështirësia më e madhe që ka ndodhur në jetë? Vështirësi. Për një rastu vështërësit më dhoja, nuk kam pas një jetë, e falenderoj Zotin. Vështërësi normale, nuk ja vlen diçka me cek që... A je pishmën për diçka një jetë, që se ke bo, se ke boj, ke ra pishmën? Për njerë nuk jam, edhe Zotin ma kishë këthu jetën pe fillimit prapë që drejtemi isha shku. Njëjtë isha shku, a? Mu pas të i para 10 vjetë ose prej zarës? Beso 5 zarës, mu pas këthu njëjtë isha shku. Besën njëjtë, se jam shku gjithmonë, shak kom punu, shak e kom zhvillu familjen, jam shku me hopat sigur. Sanët njerëzit, dhe me thonë, në sanën e hujë se kom dosht kur. E kom dosht aton shka i përket njerit, që shë zhvillon pasunien, familjen, që ashtu më ka shku dhe falenderoj Zotin me ta. A i shgënyu në herë njët, po flasëm atë aspektin nga shok të shoqëria? Shok, sot për sot shok shumë s'ka. Apo? Valë, për njerë s'ka. Është një pjesë e mire shokve, i kam 3-4 që muj minur mu që i kam shëq. Vërtet? Po, të vërtet. Shok mund me thonë të gjithë kujna që edhe për një kofën është ta me thonë, mirë po shok i vërtet janë në mund me gishta. Edhe... A ke pos dosta apo shok që të kanë nejtë ofër veç për interes, ose mi botin një të mire s'ta kanë këthy njëjtë? Une asnjëherë nuk i kom bo të mirë dikujna për më këthy, besëm. Kom pas mundësi, i kom bo mirë, nuk e kom kërkuon për shembull që me ja boni të mirë dikujna për më këthyaj. Të mirën ta kthen Zoti. Apo kupton, çasi njeri jam, i formuar pe Zoti si të mirën ta kthen Zoti. Halt kufti. E faleminderit shumë që dove. Faleminderit edhe juve, gjithë mirat, respekt. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Hajde, faleminderit. Faleminderit shumë. Me të mirë.